Banorët e fshatit dhe sakrifica e një besimtari të madh. Tregim nga surja Yasin. Zemër të Kuranit famlar në surën Yasin gjendet një tregim i thellë që prek shpirtin dhe zgjon ndërgjegjen e njeriu. Ai nuk është thjesht një histori e kaluar, por një mesazh i gjallë për çdo kohë. Për luftën mes të vërtetës dhe mohimit, mes dritës dhe errësirës, mes besimit dhe arrogancës. Ky është tregimi i banorëve të një fshati të humbur në mosbesim dhe një besimtari të madh që sakrifikoi gjithçka për të vërtetën. Errësira e mohimit. Në një fshat të largët njerëzit jetonin të zhytur në zakone të gabuara, të adhurim idhujsh. Zemrat e tyre ishin bërë të ashpra dhe syt nuk shihnin më shenjat e Zotit që i rrethonin çdo ditë. Allahu me mëshirën e tij u dërgoi dy të dërguar për t'i thirrur në rrugën e drejtë. Ta hynë në fshat me një mesazh të qartë. Adhuroni vetëm Allahun, sepse vetëm ai ju ka krijuar dhe vetëm tek ai do të ktheheni. Por banorët i pritën me përbuzje. Ju jeni vetëm njerëz si ne, nuk jeni asgjë tjetër se gënjeshtar. Poshin ata me arrogancë. Dërguarit nuk u dorëzuan. Me durim dhe urësi ata vazhdonin u kujtonin njerëzve shenjat e Zotit në tokë, në qiell, në vetë jetën e tyre. Por sa më shumë flisnin, aq më shumë rritej mohimi. Atëherë Allahu dërgoi edhe një të dërguar të tretë, për t'i forcuar dhe për të qenë dëshmi e qartë për njerëzit. Por edhe ata dhe ato e pritën me të njëjtin refuzim dhe tallje. Fshati u mbush me zhurmën e mohimit dhe zemërimit. Vërteta po troket në çdo zemër, por askush nuk donte ta pranonte. Burri nga skaji i fshatit. Në mesin e atij fshatit të errët jetonte një burr i thjeshtë. Ai nuk kishte pasuri as fuqi, as ndikim, por kishte diçka më të madhe, një zemër të pastër, që kërkonte të vërtetën. Kur dëgjoi për të dërguarit, ai nuk i gjykoi me nxitim, ai dëgjoi me kujdes. I vëzhgoi fjalët e tyre dhe ndjeu sinqeritetin që buronte prej tyre. Në zemrën e tij u ndez një dritë. Ai e kuptoi se këta njerëz nuk kërkonin përfitim, por udhëzim për njerëzimin. Pa u menduar gjatë, ai mori një vendim të madh. Do t'i mbështeste të dërguarit edhe nëse e gjithë bota do të ishte kundër tij. Thirrja e guximshme. Ai doli në mes të fshatit, ku njerëzit ishin mbledhur dhe po përqeshnin të dërguarit. Me një zë të dridhur por të fortë në besim, ai tha: "O popullim, ndiqni ata që janë të dërguar tek ju. Ata nuk kërkojnë nga ju shpërblim. Ata janë të udhëzuar në rrugë të drejtë, por turma shpërtheu në tallje. Edhe ti na dole si ata, ai është mendur?" I than ata. Ai nuk u tërhoq. Zemra i digjej nga besimi dhe sinqeriteti. Se të mos adhuroj ato që më krijoi, tha ai me zë të lartë. Unë besoj në Zotin tim. Dëgjoni të vërtetën para se të jetë vonë. Por askush nuk dëshironte të dëgjonte. Arroganca kishte verbuar. Sakrifica e fundit. Për e vërteta u bë padurueshme për mohuesit, ato u kthyn kundër tij. Kërcënuan, e rrethuan dhe sulmuan me fjalë dhe dhunë. Por ai nuk u zbraps. Në momentet e fundit ai nuk mendoi për veten, por për Zotin e tij dhe për udhëzimin e njerëzve të tij. Me zemër të pastër i tha: "Sikur ta dinte populli im se Zoti më fali dhe më bëri prej të nderuarve, dhe në atë çast jeta e kësaj bote për të mbaroi, por filloi një jetë më e madhe, më e bukur dhe e përjetshme." Fundi i hidhur për mohuesit. Pas refuzimit të vazhdueshëm, pas arrogancës dhe talljes me të vërtetën, erdhi vendimi hyjnor. Nuk ishte padrejtësi, por pasojë e zgjedhjes së tyre. Zë i fuqishëm i përfshiu ata. Fshati u shua në një moment të vetëm. Zërat e talljes u kthyen në heshtje të frikshme. Ajo që mbeti ishte vetëm kujtimi një populli që e refuzoi dritën e udhëzimit. Nderimi i besimtarit. Ndërsa ai besimtari sinqert kaloi nga kjo botë, ai u përgëzua me mëshirën e Zotit. Qila dukhulil janna, hyrë në xhenet. Dhe ai i mahnitur nga dhuntia e Allahut tha: sikur ta dinte populli im se Zoti im më fali dhe më bëri prej të nderuarve. Nuk kishte dhimbje as frikë, vetëm paqe dhe lumturi e përjetshme. Mesazhi i tregimit. Ky tregim nga surja Yasin nuk është vetëm histori, është thirrje për çdo zemër, mos e refuzoj të vërtetën nga krenaria. Mos hesht kur duhet mbrojtur e drejta. Do të kuptoj se një besimtar i sinqert vlen më shumë se një turm e humbur, sepse në fund fiton ai që qëndron me të vërtetë, edhe nëse është vetëm.